nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, Zoti ditën e Kiametit i ka 3 regjistra, 3 arkive ku janë shkruar veprat dhe emrat e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, një regjistër Allahu nuk fal pi atij regjistrit asnjë njeri. Regjistri i dytë, Allahu fal pi atij regjistri shumë, derisa nuk ja ka më mbar mendja njeriu se ja falet ajo i falet. Dhe regjistri i tretë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është regjistri ku Allahu xhelle xhelaluhu nuk e le pa e marr deri hakin më të vogël. Cilat janë këto 3 regjistra? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, regjistri i parë është për ata që kanë bërë Zotit shirk dhe kanë mohu Zotin dhe kanë mohuar fjalët e Zotit dhe nuk kanë qenë besimtar në Allahun subhanahu wa taala. Pra në regjistrin e secilit njeri apo emri i secilit njeri që gjendet në regjistrin ku ka shirk dhe kufër dhe aty ku është mohu Allahu xhelalu ala, aty nuk i falet hiç. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Zoti s'ia fal njerit mi bësh shirkatina. Kjo regjistri i parë, se kena temën tash aty. E dyta, regjistri i dytë, Allah i fal shumë. Që kjo është që Allah i falë shumë, që njerëzit shpesh e përmenin Allah i falë shumë. Cila është ajo? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, te regjistri i dytë janë gjunahet mes njerit dhe Zotit. Shikime haram, bëm me haram, po si ka hangër ka hakin kërkujna. Ki bo gjuna për veti, e ke dëmtu vetën. Allah i thotë ketë, unë e mirë në beket. Te që ki regjistri Allah i falë sa dush, Allah i falë shumë. Dhe te ki regjistri ka ardhë hadisi me e mush kupën e qilës me zullum, Allah i ta falë. Këto janë gjunat mes tije dhe Zotit tanë. Si ki bo kërkujt pa drejtësi. Kur kush nuk thot, këshire me filani? Jo. Dhe regjistri i tretë që ne kemi sot temën, cila është? Regjistri i tretë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah i asni emër ati nuk e le pa jamur hakin. Nëse emri jon ekziston te regjistri ku aty ka zullume dhe pa drejtësi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, aty Allahu nuk ndërhyn. Dhe njeri i ka bo zullum filanit, tu dhe emrat janë aty, pritni. Këtu kini hak në mezveti, a mërni halalat në mezveti, pastroni në mezveti, pastaj kalojna. Andaj që ti regjistrit ju kanë tutë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj kër e kanë pitë shumë prej sahabë, atë pijunave tutësha, ka thonë, ja vallaj pijunave nuk tutna, ama tutna mos të nëzajnë edhe një shirk, edhe një zullum, se shirkun s'ma falë Zoti, edhe tutna se i kam bo zullum dikujna e mkapaj. E Zoti xhelle xhelaluhu shahidit kit gjunat ja fal, ama zullumin borxhin ja fal borxhin? Jo, se sa hak e atina. Pe drejtësi Zoti ta mos m'ja fal borxhin, po zullumin